Po, sigurisht që ndikon, sepse kjo pastaj na jep shkak pasojë që shumë fëmijë sot i kemi në rrugë që janë në moshë kërkues. Po. E tha dhe profesoresha që në fillim, do me thonë prej fillimeve të para tjetës, dikush nga pamundësia ekonomike nuk e qënë fëmiju në kopsht, ai fëmijë mandej ka dhe pas problematika. Kjo është ideja, do me thonë shkak pasojë që pastaj në pamundësi për të plotësuar kushtet, kemi fëmijë që detyrohen me dalë në rrugë me kërku dhe pastaj lypsaria krijon një farë lloj zinxhiri të problemeve. Madje ka ndodhur që ka pasur edhe probleme deri në vrasje. Shumë e vërtetë. Që për shkak se grumbullimin e parave fëmia nuk ja ka dhënë prindit, edhe ka ndodhur prindi e ka godit për vdekje fëmijën e vet. Kështu që kjo fillon me një diçka shumë të vogël, por pastaj gjatë rrugës, duke mos qenë të gatshëm jo vetëm në aspektin parsor si prind, po të gatshëm në aspektin e banimit, në aspektin ekonomik, në aspektin socioekonomik, në aspektin fizik, emocional, e këtë këto do me thonë dhe lidhen, edhe nuk mundemi pastaj po çalojmë edhe nuk po mundemi me dhënë fëmijës më të mirën. Saktë. Që edhe po vjen një moment kur fëmia në moshën 5-6 vjeçare, neve po na del prej dorës, nuk pe kemi më në kontroll. Mandej lind pyetja pse. Do me thonë, por sepse i pastaj është shumë i madh. Saktë. Profesoresh, sa mendon që është kostoja e rritjes një fëmijë në ditët e sotme në krahasim me vitet e kaluara?